Ajeti i fundit, dita kur qielli mbylli shpalljen dhe lotët nuk ndaleshin. Ka momente që historia nuk i harron. Ka qaste kur koha ngadalson, sikur edhe universi dëshiron të dëgjojë. Ishte dita e 9 e Dhul Hijres, viti i 10 i Hijretit. Dielli i shkretëtirës dishte mbi fushën e Arafatit dhe mbi devën e tij, profeti Muhammed alayhis salam, njeriu më i dashur i Allahut, foli për herë të fundit nga Arafati. Askush nuk e dinte se ishte hera e fundit, por zemrat e ndjenin. Ishte haxhi i lamtumirës. Profeti alayhis salam kishte dalë nga Medina me 122.000 sahab. Disa thonë 114.000, disa thonë edhe më shumë, por të gjithë me një ndjenjë të pazakont në zemër, sikur diçka e madhe po ndodhte, sikur një kapitull po mbyllej. Profeti alayhis salam kishte thënë para nisjes: mbase nuk do të takohem me ju pas këtij viti në këtë vend. Fjalë të thjeshta, por sahabët i dëgjuan edhe zemrat u ngritën në fyt. Profeti alayhis salam u ngjit mbi devën e tij, mbi kodrën e Rahmes në Arafat. Zëri i tij ngrihej dhe binte si valët e detit. Bilali, muezini i tij nderuar, përsëriste fjalët për ata që nuk dëgjonin. Dhe profeti alayhis salam foli: o njerëz, dëgjoni fjalët e mia, sepse vërtet unë nuk e di nëse do t'ju takoj më pas këtij viti, në këtë vend, kur më. 122.000 njerëz, heshtje absolute, vetëm zëri i tij, vetëm fjalët e tij. O njerëz, vërtet gjaku juaj edhe pasuria juaj janë të shenjta për ju, ashtu siç është e shenjtë kjo ditë e juaja, në këtë muaj tuajin të shenjtë, në këtë qytet tuajin të shenjtë. Vërtet shejtani ka humbur shpresën se do të adhurohet ndonjëherë në këtë tokë tuajën. Por ai do të jetë i kënaqur nëse i bindeni atij në gjërat që ju i konsideroni të vogla, mëkatet e vogla. Unë kam lënë mes jush diçka që nëse i përmbaheni fort, nuk do të humbni rrugën kurrë. Librin e Allahut, Kuranin edhe Sunetin tim, rrugën time. Pastaj profeti alayhis salam ngriti kokën drejt qiellit. A e kam përcjell mesazhin? Sahabët thanë: po, ti e ke përcjell. Atëherë ai alayhis salam ngriti gishtin drejt qiellit dhe tha: o Allah, dëshmo. O Allah, dëshmo. O Allah, dëshmo. Dhe tha: ai që është i pranishëm, le t'ja kumtoj atij që nuk është i pranishëm. Fjalët profetike, sepse ato fjalë u kumtuan brez pas brezi edhe tani po dëgjohen nga ti. Dhe ndërkohë që zemrat dridheshin, zbriti Xhibrili, zbriti me ajetin e fundit, ajetin me të cilin Allahu mbylli shpalljen e tij. Sot ju aplocova fen tuaj dhe e plotësova mirësinë time mbi ju dhe zgjodha për ju Islamin si fe. Surja Maide 3. Sot e plotësova fen tuaj. Islami i plot, shpallja e mbyllur, misioni i kryer dhe profeti alayhis salam e dëgjoi. Ebu Bekër es-Sidik, njeriu më i afërt i profetit alayhis salam, njeriu që e dinte zemrën e tij, kur dëgjoi ajetin, qau. Sahabët u çuditën. Se qano Ebu Bekër, ky është lajmi i mirë. Feja u plotësua. Ebu Bekri, me lot duke rrjedhur, tha: çdo gjë kur plotësohet, afrohet fundi i saj. Plotësimi i fesë do të thotë se profeti alayhis salam po na lë. Dhe Omer ibn Hatabi, njeriu i hekurt, i fortë, ai para të cilit djajt iknin, edhe ai qau. Transmeton Ibn Abasi: kur zbriti ky ajet, Ebu Bekri dhe Omeri qanë. I pyetën pse. Than: në plotësimin e çdo gjëje fshihet ndarja. Dhe ne ndjejmë se profeti alayhis salam po na lë. Sahabët nuk qanë nga trishtimi i zakonshëm, qanë nga diçka shumë më e thellë. Qanë sepse kuptonin se njeriu që i kishte mësuar si t'jetonin, njeriu që i kishte ndjerë nga errësira, njeriu që ishte zemra e komunitetit, po largohej.
Dhe profeti alayhi selam, duke parë fytyrat e atyre 122.000 personave, duke ditur se shumica nuk do ta shihnin sërish, ngriti zërin dhe pyeti: "O njerëz, do të pyeteni për mua. Çfarë do të thoni?" Sahabët thanë: "Dëshmojmë se e ke kumtuar, e ke kryer misionin, na ke këshilluar." Profeti alayhi selam ngriti gishtin drejt qiellit 3 herë dhe tha: "O Allah, dëshmo. O Allah, dëshmo. O Allah, dëshmo." Fjalët e fundit të hutbes ranë mbi ato zemra si shiu i fundit i vjeshtës, dhe njerëzit qanin jo me zë, por me lot që nuk ndaleshin. Ibn Qayyim shkruan: "Asnjë tubim njerëzor në histori nuk ka ndjell aq shumë lot sa tubimi i Arafatit në haxhin e lamtumirës, sepse aty njerëzit kuptonin se po ndaheshin nga njeriu që e donin më shumë se veten e tyre." Kur profeti alayhi selam u kthye në Medinë, shëndeti i tij filloi të dobësohej. Dhe erdhi surja e fundit, surja që konfirmoi gjithçka. Kur të vijë ndihma e Allahut edhe çlirimi, dhe të shohësh njerëzit duke hyrë në fenë e Allahut në grupe, atëherë madhëroje Zotin tënd dhe kërko falje prej Tij. Vërtet, ai është pranues i madh i pendimeve. Surja Nasr 1:3. Ibn Abasi tha: "Kur zbriti kjo sure, e dija se ishte lajmërimi i vdekjes së profetit alayhi selam." Omeri e pyeti dhe ai konfirmoi. Dhe brenda 3 muajve nga haxhi i lamtumirës, profeti alayhi selam ndroi jetë. Ai ajeti i fundit: "Sot e plotësova fen tuaj", nuk është vetëm lajmërimi i plotësimit, është premtim. Premtim se Islami është i plot, premtim se nuk ka nevojë për shtesa, premtim se çdo gjë që nevojitet është tashmë këtu. Dhe çdo vit kur haxhinët mblidhen në Arafat, ata nuk qëndrojnë vetëm, qëndrojnë bashkë me kujtimin e profetit alayhi selam mbi devën e tij, me zërin e tij duke pyetur: "O Allah, a e kumtova?" Dhe ne, brez pas brezi, i përgjigjemi: "Po, e kumtove, e kreve, dhe ne e mbartëm. Sot ju a plotësova fen tuaj, dhe e plotësova mirësinë time mbi ju, dhe zgjodha për ju Islamin si fe." Surja Maide 3.